Tarararararara, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Maria vazhdon dhe bën kafe pa ndërprerje. Na duhet një kompani kafe sponsor tek takimi im në YouTube, kështu që hapni veshët. Mirë se vini të Olti Curi, editari im në YouTube. Faleminderit shumë kush regjistrohet të Olti Curi TV në kanalin tim në YouTube. I lëm falenderimet Sanazuri Diabeti. Me që e përmendëm këtë smundje, për herë të fundit e kujtoj Linda Rejn në qëndrimin e saj në Big Brother VIP Kosovo. Flitet sa e saj ishte dhënë fjala për të shkuar e për të këmbyer, e për të aratisur, e për të shkëmbyer me Grande Fratello në Itali, por gjërat ndryshuan dhe do iki dolce. Nga ana tjetër, Butrin Timeri do të përmendet shumë në Big Brother VIP Albania 5. Pse? Si pse? Melisa pra. Kush është Melisa? 4.3 milion follower, unë duhet ta them juve. Melisa, Butrin Timeri, tralala. Westside Family, çfarë duan brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania? Landi apo qëndroni këtu? Sigla. Kjo ishte sigla ime modeste për një emision, mos themi të varfër, por një emision diskret. Është një ditar personali imi që ndaj me miqtë e mi, me miqtë e mi në rrjetet sociale, në Instagram dhe në YouTube. Faleminderit shumë dhe Faber Media për ndihmën që na jep. Po flisnim për Big Brother VIP Albania, që duket se gjithmonë më shumë po i afrohet startit. Është data 20 dhjetor, që është thënë si data e nisjes së këtij spektakli që gjithë shqiptarët mezi po e presin. Do të flitet shumë mendoj për Butrin Timerin brenda në të shtëpi. Është folur, sepse është përmendur Butrinti gjatë kohës që një konkurrente që ka patur një histori me Butrinti ka qenë konkurrente aty, por me sa duket gjërat nuk kanë dalur me kaq. Po flasim për Melisën. Melisa e diskutuar si e dashura e Butrin Timerit, flitet se do të jetë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Unë e dëgjova për herë të parë, por brezi i të rinjve, 20, 18, 20, 22 vjeçarve, thanë ti nuk një Melisa, në ka 4.3 milion follower në Instagram, ku jeton. Unë jetoj në Instagram, por nuk kam kaluar nga lagja e Melisës. Melisa është 23 vjeçe, shqiptaro bosnjake, është një vajzë shumë seksi, do përpiqem ta nxjerr këtu foton e saj, dhe duket se është në një liaison, në një affaire d'amour, në një love story me Butrin Timerin, këngëtarin nga Kosova, kaq të dashur për të rinjt në kudo që ndodhen, në Shqipëri, në Kosovë, në emigrim në gjithë botën. Butrin Timeri mbetet Butrin Timeri për